Në një kohë ku roli i të rinjeve është thelbësor për zhvillimin e shoqërisë, përfaqësimi i tyre në media, si në nivel lokal, ashtu edhe në atë qendror, mbetet ende i kufizuar. Kështu shprehen të rinjet nga komunitetet shqiptare, turke, bosnjake dhe rome në Prizren, të cilët theksojnë se hapësira që u ofrohet në media është e shkurtër dhe jo e mjaftueshme për të pasqyruar zërin, nevojat dhe idetë e tyre. Arta Halilaj, Berk Kyçyk, Edis Jonuzi dhe Gynesh Veshall theksojnë se mungesa e hapësirave, komunikimi i kufizuar me redaksit dhe frika e keqpërdorimit pengojnë pjesëmarrjen e rinisë. Të rinjët në mediat lokale në Prizren përfaqësohen, por jo në mënyrë të vazhdueshme apo të theksuar, për arsye se ata marrin pjesë zakonisht vetëm në raste të veçanta, për shembull aktivitete kulturore, gara shkollore, apo ndonjëherë edhe ndonjë fushat rinore. Zakonisht më radh trajtohen temat që janë për shembull shqetësime që i kanë të rinjt, pastaj mendimet dhe idetë e tyre. Kjo le të ne kuptohet që ka nevojë për më shumë angazhim aktiv të rinjve në media lokale. Kur bëhet fjalë për rinin, sidomos mosha deri në farë mënyre deri 20-25, atëherë nga përvojat e mia personale, shumicën e rasteve janë të përfshira në mediat lokale kur ka të bëjë ndonjë aktivitet kulturor, ose gjatë festivaleve, ose pak programe rinore në këtë rast, kurse kur bëhet fjalë ndoshta për programe ku ata mund të shprehin opinionet e tyre për drejtësi, shëndetësi, politikë, domethënë janë shumë më pak. Mendoj se konceptimi, domethënë për të shfrytzuar ose për të përfshirë rinin në media është tek kronikat që mund të konsumohen lehtë, domethënë kronika më shumë argëtuese. Edhe sipas raporteve të UNDP-s publikuar në 2021-ën për pikpamjet e rinisë karshi mediave në Kosovë, qoftë kombëtare, po në këtë rast edhe lokale, pjesa dërmuese kanë parë skeptike, në këtë rast kanë qenë skeptike dhe janë ofruar me paragjykime, sa i përket përfshirjes së tyre në mediat lokale. Pra, mendoj se janë të pamjaftueshëm. Po në Kosovë, sipas kushtetutës dhe ligjeve të cilat janë tash në fuqi, ne kemi të çdo të drejtë, domethënë të drejtat të garantuara, por ajo shka është në ligj, në praks nuk është e njëjtë. Ne kemi, domethënë, këto qendra tona informative në nivel qendror, sidomos që Radio Televizioni e Kosovës, por gjithashtu kemi edhe ato radio që janë tipit lokal në këtu, për shembull në Prizren, ku i kemi dy domethënë radio stacione që i thojmë na, njëna në Prizren, njëna në Lubi e Epërme. Por nëse anën tjetër nëse këshyrim, a jemi të përfaqësuar, a i kemi domethënë atë mjedisin informativ të duhur, unë besoj që nuk është, ai përfaqësimi duhet të rritet. Përfaqësimi momentalisht i jonë është vetëm ai informativ ose lajmet e shkurta në Radio Televizionin e Kosovës në gjuhën bosnjake dhe në anën tjetër nuk kemi domethënë më shumë programe që përbajnë tematikën kulturore, ajo për fëmijë, ajo tematika sportive. Forca e medjave gjithnjë është e papërshkrueshme pasi në secilën aktivitet, në secilën angazhim ose në secilën punë që e bën mediat janë ato të cilët e qesin në pa punën e të gjithëve, edhe po mendoj me bashkëpunime të mëdha të rinjët po përfaqësohen mjaft në media. Përshëndetje për gjep. Zyrtarisht ju jeni pjesë e Upshift 2. Duart logitje për gjep. Të rinjët në Prizren përballen me sfida të shumta në media, përfshirë mungesën e hapësirave për opinionet e tyre, paragjykimet dhe kufizimet nga prindërit. Të rinjt të cilët kanë ndoshta edhe dëshirë. Arta, Berk,
Edis dhe Gynesh shprehen se rritja e hapësirës mediatike, trajnimet dhe përdorimi i platformave digjitale mund të fuqizojnë të rinjet, duke i dhënë mundësi të tregojnë idetë dhe talentet e tyre, dhe të kontribojnë aktivisht në shoqëri. Qytetarët Prizrenas sot gjatë një interviste kanë shprehur mendimin e unë personalisht jam qasë në media lokale TV Prizreni përmes një organizate jo qeveritare ku ka marrë pjesë në një punëtori e cila ka ndikuar në zhvillimin e aftësive në komunikim dhe në media, e cila më ka ndihmuar gjithashtu me u qasë me ju edhe me pas një bashkëpunim shumë të mirë. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe gjithçka është e mundur për të rinjt, edhe pse edhe unë kam qenë një e re që nuk kam pasur njohuri se si funksionon puna në media lokale dhe si unë mund të kontribuaj aty, por ekzistojnë organizata, trajnime dhe punëtori të cilat ta mundsojnë. Zgjedhjet janë disa zgjedhje, domethënë, që mund të trajtojnë këtë problem. Një prej tyre është rritja e programave, kronikave që janë dedikuar për të rinjt. Për shembull, në programet debatet për zgjedhjet ose debatet për një çështje aktuale politike, gjatë ftesës të personave, të folësve, pse mos tjetë edhe një përfaqësues i OEQ-ve ose të rinjeve në këtë rast, mes tyre, mes opinionistëve, qoftë edhe ato në kulturë rritja, pa kjo ndërlidhet edhe me përmbajtjen e programin e mediave lokale. Pra, si fillim mendoj që rritja e programeve dhe përmbajtjeve që fokusohen të rinjit, kjo do ishte shumë përshtatshme dhe efektive sa i përket pjesëmarrjes së tyre më të vrullshëm në këtë rast. Pastaj organizimi qoftë në bazë lokale, qoftë edhe ato shtetërore, organizimi i trajnimeve, krijimi portaleve, në këtë rast portaleve kam fjalën platformave ku rinia është më shumë efika. Për shembull, nëse duhet përmendim një pjesë dërmuese janë në TikTok, Instagram, shumë më pak janë në Facebook, hiç nuk janë në Twitter për shembull. Duke përdorur këto media, domethënë, të bëhet tranzicioni nga mediat tradicionale, për shembull TV, radio, në platforma ku rinit janë më aktiv. Edhe ata ku mund të gjejnë më lehtë veten aty. Na të kërkojmë të jemi më shumë të prezent në televizionin publik, sidomos radio televizionin e Kosovës, dhe të jemi programe ndryshme informative, programe kulturore, sportive, sidomos ato të fëmijëve, dhe të integrohemi sa më shumë në shoqërinë dhe situatën dhe jetës përgjithshme të Kosovës. Unë po mendoj që të rinjët e kanë frikën ose paragjykimin ndaj vetit se a mundën ata të jenë në media. Hapi i parë do të ishte që ta mundin atë paragjykim. Mundja e atij paragjykimit bëhet vetëm me punë, me trajnime dhe me angazhime të mediave të tjerë ose të organizatave që ngadalë ndoshta me u dhënë dorën të rinjeve për me i ndihmu për hapat e para në media. Unë po mendoj që sfidë në media nuk kemi, po sfidë kemi në përfaqësime në vendet të tjera, sikur në vendet të punës, në kuvende, do me thonë, unë po mendoj që aty duhet të jetë zëri të rinjeve, jo në media. Sa i përket mediave lokale në Prizren, të rinjët po përfaqësohen bollë mirë dhe mjaftueshëm. Zëri i të rinjeve është i rëndësishëm për të ndërtuar një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe demokratike. Rritja e hapësirës mediale për ta do të mundësonte jo vetëm promovimin e diversitetit kulturor, por edhe fuqizimin e një gjenerate që kërkon të jetë pjesë aktive e vendimarrjes dhe jetës publike. Për ta, më shumë hapësirë në media nuk do të thotë vetëm më shumë minuta në ekran, por një mundësi për të treguar historitë e tyre dhe për të ndarë perspektivën rinore. Të rinjt të cilët kanë ndoshta edhe dëshirë të mirën me diçka të tillë, mendoj që gjithmonë duhet të kërkojnë të ulëmtojnë për diçka që atyre ju ofron mundësi dhe të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme.